Afrimi fëmijëve me libra dhe kultivimi i dashurisë për leximin ka qenë qëllimi i një aktiviteti të zhvilluar ditën e sotme në bibliotekën Thimi Mitko të qytetit Korçës. Në kuadër të tetorit si muaji i letërsisë, nxënësit e klasës së dytë të shkollës Pandelicale kanë zhvilluar një bisedë me ish mësuesen dhe aktoren Desdemona Mehmeti. Nëpërmjet komunikimit, lojës, por edhe prallave të cilat kanë tërhequr voglushët, Desdemona është përpjekur të japë mesazhe të rëndësishme për ta. T'i afrojmë sa më shumë fëmijët me libra, nëpërmjet librit mësojmë për shumë gjëra, për shumë fusha të jetës. Në radhë të parë, të duam njëri tjetrin, të respektojmë njëri tjetrin, të duam prindrit, të vlerësojmë mendimet e tyre. Sa më pak në telefon dhe sa më shumë libra. Libri është shoku më i mirë. Nëpërmjet këtij takimi, nëpërmjet këtyre bisedave do japim mesazhe për dashurinë midis njëri tjetrit, si ta ndihmojmë shokun, si të ndihmojmë të moshuarit, si të respektojmë rregullat në të gjitha fushat, që nga rregullat e qarkullimit. Biblioteka Thimi Mitko e Korçës ka qenë iniciatore e shumë aktiviteteve të zhvilluara në kuadër të muajit të letërsisë, ndërsa deri në fund të tetorit priten edhe të tjera organizime.